Ju njohim tani me titull kryesor të gazetave e martë 18 nëntor 2025. Gazeta Dita mban titullin kryesor Si e kaloi Blendi Ylberin. Njihni nënkryetarin e ri të Bashkisë së Tiranës nga preri i ministrit të Gërdecit te krahët e Lulit. Paqja fiskale, si do funksionoj falja e miliarda lekëve borxh ndaj tatimeve e doganave. Çfarë po planifikon qeveria? Ndeshjet e kombëtares dhe RTS-ja që paguhet si kampione, por luan si skuadër fshati. Gjyqi i parë, gjykata e posaçme filloi gjyqin e Arben Ahmetajt letër në Zvicër për ekstradimin. Në brendësi, negociatat Shqipëria nis kapitujt e fundit. Rubrika Shëndet është bota 10 vjet larg ilaçit që do të zgjasë jetën në 150 vjeç. Çfarë tregon tensioni në moshën 40 vjeç? Proteinat dhe mëngjesi ynë me 2 vezë. Sport, a kemi shanse të shkojmë në botror? Si funksionon faza e play-offit? Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita, do të vijoj më tej me gazetën Telegraf. Biznesmenët, politikanët dhe kompanitë e tyre që fshehin dosjet në Panama Papers është titulli kryesor i gazetës Telegraf. Rama Shqipëria hap historik drejt BE-s, hapen të gjithë grup kapitujt. Tubimet në shesh, opozita pas protestës së djeshme paralajmëron nisjen e fitores 2 dhe tubimet të përjavshme kundër vjedhjeve. Mark Topollaj, dhimbja dhe mjerimi janë në harmoni, Shqipëria nën e rrezikosur, ku drejtuesit nuk kanë konceptin e kundërvënies. Martin Hence, ish këshilltari Merkel, Shqipëria është legjitimuar nga zgjedhje të manipuluara, sistemi i drejtësisë është i politizuar dhe jo funksional. Dosjer dhe histori, Sali Onuzi, një jetë në Xhenjo, Musa Bejleri, inxhinieri që fortifikoi mbrojtjen dhe projektin e tunelit të Porto Palermos. Opinione dhe komente nga Frank Shkreli, Dom Pjetër Popaj, 4 dekada në shërbim të Zotit dhe Kombit. Një tjetër shkrim nga profesor doktor Afrim Krasniqi, Shqipëria që me mirësjellje quhet demokraci hibride. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf. Vijojmë së fundmi me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor i saj, Shqipëria në shifra historike e bëri mbrojtja. Kombëtarja nuk bëri kualifikueset më të mira, sulmi zhgënjeu. Mbyllje hermetike, kuqezinjt janë të pathyeshëm në prapavi. Tirana e Partizani në hall, ja dështimet e kryeqytetit, Bardhë Blut afruan 12 futbollistë gjatë verës, por vetëm njëri prej tyre kalon klasën. Te Demat, 7 trajner në 3 vite, mesatarisht 4 muaj për secilin. Analiza, Bajko, Irlanda më shqetëson më shumë, Slovakia më e pranueshme. Blut, Dinamo për rikthimin, problem janë mungesat. Kuqe Blut, rishfaqja e Bismarckut arma kryesore e vllaznisë. Sulmuesi, Teuta bën merkato për festat e nëntorit, vjen një estonez. Verde Blut, Roseni, Elbasani për Final Four me Dinamon vendimtare. Kuqezinjt, Shqipëria U21 leksion Ukrainës në miqësore. Turi 2, Kupa e Shqipërisë nis me 2 sfida, të mërkurën vjen derbi. Eliminatorët, Gjermania turpëron slovakët dhe udhëton në Shtetet e Bashkuara. Azurët, Norvegjia ndezi alarmin, Italia rrezikon botrorin. Milani, Allegri pa dyshime ndaj Interit me Leao Pulisic. Anketa, Jamali dhe Reali më të urryerit në Spanjë. Dhe me gazetën Panorama Sport përfundojmë këtu me titull kryesor të gazetave për ditën e sotme.